Lajmi i ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur shqiptar Shpat Kasapi ka prekur jo vetëm publikun në Shqipëri dhe Kosovë, por ka shkuar deri te artistët shqiptar në diasporë. Mes tyre ka reaguar edhe këngëtarja me famë botërore Bebe Rexha, e cila publikoi një gjest të thjeshtë por shumë domethënës në Instagram. Artistja shqiptaro-amerikane ndau në Instastory një video të Shpatit duke kënduar këngë patriotike. Bashkë me videon, ajo vendosi dy emoji simbolik, pëllumbin dhe flamorin shqiptar, një mënyrë e qartë për të shprehur dhimbjen dhe respektin për artistin e ndjer. Edhe pse Bebe Rexha ka një karrierë ndërkombëtare dhe jeton në SBA, ajo nuk i ka harruar rrënjët e saj shqiptare. Si ajo, ashtu edhe Shpat Kasapi vinin nga i njëjti origjinë shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kjo e bën gjestin e saj edhe më personal dhe emocional. Reagimi i Bebe Rexhës është shpërndar gjerësisht dhe është vlerësuar si një shembull i solidaritetit të artistëve shqiptar, të cilët qëndrojnë të bashkuar si në gëzime, ashtu edhe në momente dhimbje, pavarësisht distancave. Shpat Kasapi ka ndërruar jetë në 40 vjeçare. Sipas mediave fqinje, këngëtari ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur me 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndrua në hite si A më do, Valle kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj, e shumë të tjera. Më 2021, këngëtari u martua me Selvie Jaos, por vetëm para një viti, çifti, prindër të një djali, i dhan fund marrëdhënies së tyre.